nuk do ta kemi as kandidate për president të zonën Osmani. Ajo fillimisht, ajo ka qenë, nëse kthejmë në retrospektiv, ajo fillimisht ka qenë e bindur që vetëvendosja e mbështet. Madje fillumi kërcënu partitë opozitare bashkë me Faton Pecin, kujtohet, kur tha inshallah që ka pi Sorra Rahmet mos me votu Vjosën. Po. Edhe kjo nëse s'm votoni do të më keni përballë, ju pa drejtu partive opozitare, sepse ishte e bindur që vetëvendosja e kandidat. Dhe sot pas shumë pak kohëve jemi në situatë këtë tjetër, sepse kanë ndryshuar dinamikat. Çka konsideroni se ndikoi që ndryshoi kjo dinamikë që po përmendni ju? Unë mendoj që Zoti Kurti, duke njoft edhe kështu më për afër të ditë karakterin e tij, ai nuk lejon me pas dikon si për ti. Dhe Vjosa, sikur e lanë hije Zotin Kurti, sidomos në agjendën ndërkombëtare, dhe kohëve të fundit veç për Vjosën në fol dhe as pak s'u fol për Zotin Kurti. Dhe kjo është problem. Nëse Zoti Kurti nuk përmendet në media disa herë në ditë, ai e sheh si shqetësim. Dhe kohëve të fundit ra hije e Vjosës, gjë që nuk e